Nga të dhënat që kemi marrë nga tereni, dita e sotme ka qenë një ditë e qetë, e rregullt dhe demokratike, me përjashtim të disa incidenteve të trajtuara tashmë, dhe mund të themi me bindje se procesi zgjedhor po shkon drejt një përmbyllje të suksesshme. Në çdo komunë të Kosovës, pjesëmarrja e qytetarëve në votim është e kënaqshme, ndërsa mbështetja për Partinë Demokratike të Kosovës po rritet çdo orë. Në shumë komuna, raportet që po marrin nga tereni janë tejet pozitive. PDK po prin bindshëm dhe me epërsi të dukshme, fal punës, përkushtimit dhe besimit të qytetarëve tonë. Kjo është një ditë e madhe për demokracinë tonë, por edhe një moment i jashtëzakonshëm për Partinë Demokratike të Kosovës, që po dëshmojnë që është forcë serioze politike e përgatitur dhe e besueshme për të qeverisur komunat tona. Tashmë mund të konfirmojmë, sipas disa të dhënave tona, ka komuna më shumë se një sigurisht, në të cilat PDK shkon pa balotazh. Qytetarët po votojnë për stabilitet dhe për zhvillim dhe kudo në Kosovë. Vota e tyre po shkon për ekipet dhe kandidatët tanë që ofrojnë punë, vizion dhe rezultate. Prandaj, në këto minutat e fundit, ne i ftojmë të gjithë qytetarët e Kosovës që ende nuk kanë votuar, të dalin me njëherë dhe ta shfrytëzojnë këtë drejtë, të votojnë për komunën e tyre, për lagjën e tyre, për fëmijët e tyre, të votojnë për punë dhe për dinjitet. Besimi që po e ndjejmë në teren është i jashtëzakonshëm. Jam e bindur se mbrëmja e sotme do të përmbyllet me shumë lajme të mira për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për qytetarët tonë që kanë votuar për punë, për përgjegjësi dhe për zhvillim. Faleminderit për besimin, faleminderit për pjesëmarrjen dhe deri në minutin e fundit vazhdoni të votoni, sepse çdo vot ka peshë për të ardhmen që duam. PDK po fiton besimin e Kosovës edhe një herë në radhë. Faleminderit nga zemra të gjithëve. A keni pyetje? Shihemi në të radhës pasi të mbyllën.